Këtu është horoskopi i e premte 18 prill 2025. Edhe sot ja ku jemi me horoskopin e Fationit. Dashi. Një ditë që ju bën të ndiheni të mërzitur apo të lodhur, veçanërisht në marrëdhëniet familjare apo ndërpersonale në përgjithësi. Lëvizni nëse keni ndërmend të udhëtoni ose të flisni për biznes. Demi. Ditë e çuditshme, mund të zemëroheni për një gjë të vogël. Duhet të rishikoni disa marrëveshje, tani për tani ekziston si një blok për t'u kapërcyer. Binjaket. Nëse deri pak kohë më parë puna ishte e mbushur me pengesa apo vonesa, tani gjërat po ndryshojnë. Shumë të favorizuara janë kontaktet me fëmijët që kanë një impuls veçanërisht të fortë ndaj prindërve të tyre. Gaforia. Humori është i mirë, por zemra juaj është e pavendosur. Ju këshilloj të zbatoni një projekt të rëndësishëm, kushdo që po ndryshon diçka në punë këto ditë, po bën gjithçka për të arritur qëllimin. Luani. Në çifte afatgjat, ne mund të shohim dëshirën për të bërë diçka të re, një udhëtim, një punë për të ndarë. Do t'i menaxhoni gjërat më mirë në mëngjes se sa pas dite. Virgjeresha. Energji në aktivitetin praktik dhe mundësi të mira fitimi. Sa për dashurinë, ktheu në rrugën e duhur. Peshorja. Në vepër kishte një mbyllje ose vullnet për të mbyllur një rrugë ose për të provuar një tjetër. Mos e mohoni mbështetjen tuaj, qoftë edhe morale, ndaj partnerit tuaj ose një të afërmit të ngushtë. Akrepi. Është një ditë në të cilën do të mund të lidhni disa pushtime, si në dashuri ashtu edhe në punë. Tani aftësia për t'u rikthyer në lojë rritet dhe kjo vlen si për punën ashtu edhe për ndjenjat. Shigjetari. Ditë e rëndësishme për ata me një projekt pune, keni kaq shumë gjëra për t'i thënë personit që doni. Për një kohë të shkurtër do të përballeni me sukses me një angazhim të rëndësishëm. Britsjapi. Vendosmëria, besimi në mjetet tuaja fizike dhe mendore, ambicie, këto janë fjalët kyçe që karakterizojnë sot. Në dashurinë e rimëkëmbjes, personi që dashuroni është më pak endet në zemrën tuaj. Ujori. Është koha për dashuri të reja, histori të reja, lehtësime të rëndësishme edhe në fushën ekonomike. E ndjeni shpirtin tuaj të lumtur dhe pothuajse jeni të mahnitur. Peshqit. Nëse është e mundur, përpiquni të lëvizni ose ndryshe lëvizni përreth dhe mos qëndroni të qetë në mendimet tuaja. Një njeri mund t'ju bëjë nervoz, megjithatë të gjithë janë të heshtur përballë ndryshimeve dhe detyrave të punës. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet. Shihemi së shpejti.